shënon ditën botërore ndaj keqtrajtimit të moshuarve. Sa është e pranishëm ky fenomen në shoqërinë tonë? Për fat të keq nuk është që kemi të dhëna reale në cilat mund të bazojmë apo të reja, nëse mund të themi, sepse institucionet, organizatat jo qeveritare dhe kështu me radhë pak miren realisht me këtë temë, sepse të moshuarit kanë edhe probleme tjera përveç asaj se të dim të dhëna. Mirë po shohim edhe nëpër media se çdo ditë, domethënë ka keqtrajtim për fat të keq ndaj të moshuarve dhe kjo më së shumti ndodh nga të afërmit e tyre. Domethënë janë këto kuptohet raste, domethënë numri të cilëve domethënë është i vogël, mirë po sido që të jetë kjo tregon dhe është një faktor që dëshmon se dhuna ndaj të moshuarve sido që të jetë është prezente në vendin tonë. Faktorët apo rrethanat cilat mund të vinë dhe të bien dhuna ndaj të moshuarve, ndoshta është edhe gjendja financiare ekonomike pak më e dobët në vendin tonë, sepse ne normal njihemi si vende pak më të vogla dhe më të varfura në krahasim me vendet e zhvilluara, ku niveli i keqtrajtimit ndaj të moshuarve domethënë është më i ulët, apo numri i personave të cilët janë të keq trajtuar është më i ulët, nga fakti se shumë të rinj për shembull këtu mbështeten apo i shfrytëzojnë edhe mjetet financiare të moshuarve, si prindë të tyre apo të afërm të tyre. Nga ana tjetër, ajo që domethënë mund ta deklaroj si person i cili 15 vite mirret me të moshuarit dhe në shtëpinë tonë të moshuarve, domethënë kalojnë dhe kanë kaluar shumë të moshuar këtu, domethënë është një sistem i tërë i cili mund të bëj, të themi, të definojmë kujdesin e mirë, apo edhe kujdesin më pak të mirë, sepse mendoj që numri është shumë i vogël i personave cilët keq trajtojnë të afërmit e tyre, apo personat e moshuar për cilët kujdesin, sikur që janë institucionet e llojit në të cilin punoj unë, dhe institucionet e llojit që kujdesen për të moshuarit në vendin tonë. Mendoj që e dhëna e fundit, domethënë reale, është në vitin 2011-2012, kjo një studim i bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, më pastaj në vitin 2014 i kanë shpallur rezultatet, dhe aty kemi se 32% të moshuarve kanë deklaruar që së paku një herë në jetë janë djerë të dhunuar, nëse mund të them, sepse normal llojet e dhunës nuk janë vetëm ato fizike, janë edhe ato psiqike apo emocionale, janë domethënë financiare, neglizhenca, gjithashtu bie domethënë në grupin e mënyrës apo së dhunës ndaj të moshuarve. Sepse një i moshuar domethënë ka nevojë shumë për kujdes, ka nevojë shumë për durim dhe ka nevojë për ndihmë për secilin lloj të ndihmës nga të afërmit, qofshin fëmijët apo personat cilët kujdesen për ata. Po kur flasim për keqtrajtimet e të moshuarve, çfarë duhet të kuptojnë qytetarët me këtë term? Cila është ajo dhuna e heshtur ndoshta që haset më shpesh, neglizhenca, izolimi social apo pasuria nga familjare, gjendje ekonomike? Unë kisha dalluar këtu dy më të rëndësishmet. Meqense se jetojmë në një shoqëri multietnike, kjo pak është edhe rezultati kulturës, të them, popullore. Për shembull, të një etnitet sikur traditë është, domosdoshmëri është që të kujdesesh apo të kujdesemi për të moshuarit. Kurse në etnitetin tjetër, veç se domethënë këto barjera i kanë thyer dhe mendojnë që të moshuarit mund të jetojnë edhe vetë. Mund të them lirisht që të moshuarit më tepër vërehet neglizhenca, mirë po jo me vetdije, këtë dua patjetër ta potencoj dhe ta cek, domethënë jo me vetdije, por jeta dinamike e bën që të rinjt të kenë më pak kohë të jenë me të moshuarit. Kurse të moshuarit duan kohën ta kalojnë sa më shumë
me fëmijët apo të afërmit e tyre. Dhe këtu krijohet, të them, ajo mënyra apo ai definimi që ndoshta edhe neglizhenca është pjesë e kësaj. Mirë po jo që akuzoj njërën ose palën tjetër. Të dyja palët kanë të drejtë, padyshim. Domethënë të rinjt sot janë pas një jete më të mirë për pasardhësit e tyre, për veten e tyre dhe kështu me radhë. Mirë po nga ana tjetër kuptohet edhe të moshuarit, kërkojnë kujdes, kërkojnë një kohë të mirë të rinjve, domethënë që t'ua përkushtojnë atyre. Njëjtën kohë si fakti dytë, kisha thënë që është edhe trajtimi financiar në një farë mënyrë, sepse të moshuarit i kanë pensionet e tyre, padyshim, i kanë pronat e tyre ku jetojnë dhe kanë jetuar, mirë po nga gjendja pak me ullët financiare dhe ekonomike në vendin tonë, bën që fëmijët zakonisht të kenë nevojë të shfrytëzojnë nga pasuritë e prindërve të tyre, që nuk është realisht, nuk është se është ndonjë faj, mirë po, domethënë, gjitha rrethanat e kanë bërë që domethënë këto të jenë 2-3 probleme kryesore, nëse mund të themi që ka një farë neglizhencë apo ka një farë ndjenje të cilën të moshuarit e deklarojnë si pakënaqësi. Po, pse të moshuarit hezitojnë të flasin kur keq trajtohen, keq apo abuzohen? Për abuzimet fizike dhe psiqike, padyshim që duhet të flasin. Mirë po atë që e kam vërej, domethënë, edhe këtu të shtëpia të moshuarve, të moshuarit shumë i mbrojnë fëmijët e tyre, në gjitha aspektet, padyshim, edhe në aspektet financiare. Ka shpesh bile të moshuar cilët, domethënë, kërkojnë takim me mua dhe thonë, a mund të paguaj më pak? Domethënë, krejt kjo për shkak se i mendojnë fëmijët e tyre. Duan fëmijët e tyre të jenë domethënë edhe më mirë se sa që janë ata. Dhe zakonisht keq trajtimet, sepse nuk dua në asnjë mënyrë të shfrytëzoj këto terme nëse mund të them, sepse me të vërtetë domethënë pleqëria si e tillë është me të vërtetë e vështirë dhe personat cilët kujdesen për të moshuarit me të vërtetë nuk e kanë të lehtë, sepse pleqësia gjithmonë përcillet me ndonjë sëmundje. Dhe më e keqe këtu është kur paraqitet sëmundja e demencës apo Alzheimer, e cila mendoj dhe vlerësoj që është më e rënda për të tjerat, jo për personin, sepse personin veç se domethënë nuk mund të themi që digjë, domethënë shumë gjëra i harron, shumë gjëra i neglizhon, nuk i kam dert, domethënë mirë po të tjerët rreth tij kujdesen dhe e kanë mjaft të vështirë, sepse mund të ketë edhe pasoja. Dhe për këtë arsye mendoj që të moshuarit, domethënë edhe si natyrë që jemi, domethënë gjithmonë fëmijët i dua më shumë se vetja, nuk është rastësi kjo që gjithë e thonë, domethënë një prind e don fëmijën e tij më shumë se vetja, dhe për këtë arsye mendoj që shpesh herë ata sakrifikojnë veten me heshtje, duke dashur që fëmijët e tyre mos të kenë ndonjë pasojë, po bile edhe nëse janë fajtor në situata të caktuara. Ndoshta këtë gjëja kemi lënë natyrës. Pak ka për shembull aktivitetet cilat vetëdijsojnë, pak ka aktivitete, informacione, thirrje, këshilla dhe kështu me radhë, të cilët flasin për atë se cilat janë obligimet apo edhe cilat janë detyrat e një fëmije ndaj të moshuarve. Ashtu siç kur jemi të vegjël, çdo prind domethënë ka përgjegjësi dhe detyra ndaj fëmijëve. Dhe për këtë arsye mendoj që këtu më pak jemi të informuar dhe këtë ja kemi lënë disi të rjedhë vet, përderisa e ke prind dhe përderisa domethënë je falënderues ndaj gjithë asaj periudhe në të cilën prindi është kujdesur për ty, ti si shenjë falënderimi domethënë ja kthen me një kujdes të veçantë. Mirë po, padyshim që kemi edhe raste, domethënë kemi edhe shembuj ku është jo serioze kujdesi ndaj të moshuarve, është jo serioze qasja, domethënë ndaj nevojave të moshuarve, dhe shpesh herë këtu domethënë hasim në një heshtje të thellë të matur. Bile, domethënë, i befasueshëm është numri
prej mbi 30% ku janë deklaruar të moshuarit se së paku një herë në jetë janë djerë, domethënë se janë nështruar domethënë ndonjë dhune, pa marrë parasysh fizike, psiqike. Për shembull të dhimbshme ishin lajmet vitin e kaluar edhe këtë vit, domethënë kemi parë disa herë që ka ndodhur domethënë fëmia ka vrarë prindin e tij ose ka pasur dhunë fizike dhe këto janë shembuj të cilët duhet të miren për shembull për keq si nuk duhet të jemi, sepse çdo problematike e cila shfaqet te prindi jon, domethënë te një i moshuar, qoftë prind i afërm apo edhe fëmijë ndoshta, domethënë duhet trajtuar në mënyrë profesionale. Ka mjek, ka psihiatër, ka ortoped, ka nevrolog edhe kështu me radhë. Domethënë për gjithë secilin problem duhet të kërkohet një zgjidhje adekuate që rrethanat të zbuten, të i bëhen më të lehta deri në fund të jetës së të moshuarve. Sepse padyshim që te neve nuk ka ndodhur askush të jetojë 150 vite, po është e vështirë, domethënë kujdesi ndaj të moshuarve, posaçërisht ndaj të moshuarve të cilët janë më të samur, sepse të moshuart ne vlerësojmë personat të cilët janë mbi 65 vjet, mirë po si do që t'jetë, domethënë do durim, do kujdes, do mirësi, do empati kujdesin ndaj të moshuarve. Sepse shpesh herë, domethënë edhe të moshuarit, nga frika dhe mos siguria për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, sepse ata e shohin që brenda tyre është duke ndodhur një proces. Ajo është procesi i plakjes. Domethënë fuqi të pamjaftueshme, memorje jo e mirë, domethënë sa i përket asaj të mbajnë mend gjërat, bile edhe gjërat personale dhe te ata kjo krijon pasiguri. Dhe kjo pasiguri ndonjëherë bile demonstrohet edhe me agresivitet, ndonjë lloj agresiviteti nga ana e të moshuarve. Mirë po, për këtë arsye të rinjt apo të tjerët janë mjaftueshëm të shëndosh, të kërkojnë ndihmë profesionale dhe me medikamentet e duhura, me këshillat e duhura nga mjekët, nga specialistët, domethënë të gjendet një zgjidhje, që të mos jetë e vështirë, as për njërin dhe as për palën tjetër. Po, me qenë se ju e cekët dhe se prindërit i dojnë më shumë se veten fëmijët e tyre, ndërkohë që kanë dhunë, sa është e vështirë që të zbulohen dhe të raportohen në raste të këtilla? Realisht nuk e di në vende tjera si është, kështu pyes, thonë që besoj që ka probleme, domethënë gjithkund, mirë po edhe këtu te ne futesh edhe nëse futesh në një paraqitje të tillë, domethënë ngec labirinteve. Sepse zakonet, domethënë ligjet këtu te ne, shpesh herë e bëjnë të vështirë, domethënë të arrish deri te e bëjnë të vështirë të arrish deri te qëllimi kryesor. Çka në fund, domethënë çka do të ndodhë në fund. Gjithë secili person i cili fillon një proces, domethënë duhet të ketë përfundim. Çka do arrihet me atë që e fillojmë procesin. Edhe për këtë arsye mendoj që shpesh herë të moshuarit u ikin, jo vetëm të moshuarit, po edhe personat përreth, për shembull fëmijët, nëse shef që keq trajtohet një i moshuar apo e moshuar, rrallë kush ose askush ndoshta në vendin tonë nuk merr dhe të paraqit personin në fjalë se në atë shtëpi domethënë po e përdhunojnë një të moshuar apo të moshuare. Kështu që mendoj që labirintin në të cilin do të sillemi dhe ajo që nuk është se shifet që ka ndonjë zgjidhje e cila mund të jetë evidente, e bën që njerëzit zakonisht të heshtin. Nga ana tjetër, mendoj që personat e moshuar do t'jenë të parët të cilët do ta mohojnë këtë gjë. Është domethënë edhe kjo si pjesë frikës së personave tjerë të paraqesin, domethënë ndonjë lloj dhune të cilën e kanë hasur, prapë e cek, domethënë nuk është vetëm dhuna fizike e cila është më e keqe apo edhe psiqike, mirë po janë edhe lloje tjera të dhunës, të cilat i kemi evidente dhe ndoshta edhe i shohim çdo ditë. Mirë po janë bërë për diçmëri, janë bërë normale te ne dhe për këtë arsye nuk është se i problematizojmë. Nga ana tjetër, ndonjëherë duhet edhe t'u jepet, domethënë arsye duke pasur parasysh edhe gjitha rrethana tjera.
Ndoshta për shkak që të moshuarit nuk ndihen shumë të mbrojtur nga institucionet shtetërore anduke. Ndoshta, për shembull në shtetin ton pak kemi shtëpitë të moshuarve të cilët janë në pronësi të shtetit, më shumë kemi shtëpitë të moshuarve private ku mund persona adekuat, domethënë të kujdesen. Unë gjithmonë, domethënë kur bisedoj me fëmijët të moshuarve, them ju I keni 2 prindër vetëm dhe me njërin ose me tjetrin keni një praks të vini dhe të kërkoni ndihmë profesionale për kujdesje, kurse te neve kanë kaluar qindra ose edhe mira persona të moshuar, që do me thënë zakonisht kur vinë dhe I sjellin këtu, edhe fëmijët do me thënë në një farë mënyre janë të humbur, janë të shqetësuar, si do jetë, si do bëhet, mos vallë do jetë më keq se sa kanë qenë vetë, kanë jetuar vetë në shtëpi edhe kështu me radhë. Thash dhe prap do të them, mendoj që jo për shkak institucioneve, mirë po për shkak ndjenjes prindërore të moshuarit, as nuk lejojnë dhe as që kishin dashur të ketë ndonjë proces. Po, në anketat e tilla ata kanë treguar pa e cekur se kush si. Mirë po, kështu konkretisht nuk besoj që ndonjë prind, ajo rrallë asnjëherë ndoshta ndodh, që ndonjë prind, domethënë ta merr si me thanë, guximi. Nuk është se është guxim, ata ndjenjën prindërore e aktivizojnë dhe këtu vjen keq për fëmijët e tyre, bile edhe nëse ata janë keq trajtues. Pa përmendur emra, a ka ndonjë histori që ju ka prekur personalisht gjatë punës suaj, që dëshmon se sa larg mund të shkojë neglizhenca njerëzore? Kemi pasur raste kur tregojnë njerëzit, ndoshta edhe pa vetdije, mirë po unë jam me profesion edhe punëtor social, domethënë pa vetdije njerëzit I deklarojnë apo I tregojnë këto gjëra para se t'i sjellen këtu te ne, domethënë si çështje në të cilat ata kanë harxuar shumë të holla, mirë po ka qenë pa suksesshme. Sepse shpesh harrojmë që prezenca, afërsia, ndarja një pjesë të kohës për të moshuarit është ajo e cila ju duhet atyre dhe jo gjërat gjësendet materiale, padyshim që edhe ato ndihmojnë, lehtësojnë edhe kështu me radhë. Për shembull kemi pasur disa raste kur me qenë se kanë qenë në rrugë edhe kështu me radhë, domethënë është rrëzuar nëna apo babai I tyre dhe 1 ose 2 ditë, domethënë është dashur ta kërkojnë fqiun të shkoj pas 2 ditëve pasi që kanë pa që nuk është paraqitur askush në telefon. Në këto raste, për shembull, unë mendoj që paraprakisht duhet një person të jetë aty afër, meqense se bëhet fjalë për persona të cilët me të vërtet nuk ka rregulla dhe në çdo sekond mund të ndodhë diçka e keqe, ndonjë tragjedi edhe kështu me radhë, edhe pse kjo mund të ndodhë padyshim edhe te të rinj, mirë po te pleqt është më e pritur, domethënë realisht më normale dhe kështu me radhë. Domethënë, prap kthehem te ajo që mendoj që fëmijët janë pak të informuar, pak të këshilluar, dhe më tepër u jepet rëndësi normal gjeneratave më të reja, fëmijëve dhe kështu me radhë, dhe informacionet rreth të moshuarve apo informacionet rreth asaj se si është kujdesi I vërtet ndaj një të moshuari, qoftë edhe prind, mendoj që pak kemi, qoftë në media, qoftë nga organizatat e ndryshme, qoftë paraqitje, qoftë edhe në rrjetet sociale dhe kështu me radhë. Disi është një rreth I mbyllur, ku gjithë ata të cilët kanë nevojë bisedojnë edhe I flasin këto gjëra mes vete, sepse është natyre njeriu domethënë të duash të kuptojnë se për çka flasësh ose sa rënde ke pas edhe kështu me radhë. Për këtë arsye nuk është që mund të, domethënë, të deklaroj se ka pasur raste të tilla ose të atilla, ose kemi pasur raste për shembull I sjellin prindërit dhe mendojnë që më mirë është mos t'i sjellin edhe raportet mjekësore, sepse mendojnë që ashtu ne do të mendojmë që janë më të shëndetshëm dhe nuk e di, do u japim një çmim më të ulët edhe kështu me radhë, mirë, po ajo është çështje negative, domethënë ajo ndikon negativisht te të moshuarit sepse ne nuk e dim domethënë me atë person mjekësia, domethënë cilat raporte ja ka dhënë, cilat këshilla ja ka dhënë, cilat medikamente ja ka dhënë edhe kështu me radhë. Për këtë arsye mendoj që
duhet pak më tepër të flitet, nuk duhet të gjykohen shumë edhe personat cilët kujdesen, qoftë edhe fëmija, domethënë për të moshuarit, sepse padyshim kujdesi për të moshuarit është një profesion për ne, mirë po për fëmija domethënë një përgjegjësi shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Paramendoni në këtë kohë me ritëm kaq të shpejt të jetës, të duhet plus të kujdeseni për 2 persona, posaçërisht edhe nëse ata nuk jetojnë me ju, domethënë, për çdo ditë, kështu kur ta flasim duket e lehtë, duket e mirë edhe kështu me radhë, mirë po në praktik është e vështirë, sepse të moshuarit ndonjëherë në moshën e tyre, siç thash më herët, nga pasiguria e tyre, bëhen pak edhe egoist dhe shpesh kërkojnë gjithë vëmendjen vetëm për ta, që është e pamundur, domethënë realisht është e pamundur. Për këtë arsye, domethënë është shumë e rëndësishme të jenë të ushqyer në kohë, të marrin medikamentet në kohë, të kenë veshmbathje, të kenë një hapësirë, domethënë ku jetojnë të sigurt, të mirë dhe kuptohet her pas here shpesh, më së paku një herë në ditë, domethënë të vizitohen apo të kontaktohen që të dinë të afërmit janë në gjendje të mira apo jo, kur u duhet ndihmë apo mbrojtje shëndetësore t'u asigurojmë në kohë edhe kështu me radhë, me të vetmin qëllim që fjala e fundit të jetë te specialistëve e jo fëmijëve. Shpesh herë neve hasim në atë, do e dërgoja në spital, po unë e di që mjeku do thotë kështu. Mirë po gjithmonë mendoj që duhet, domethënë fjalën e fundit gjithsesi ta ketë specialisti dhe ata të tregojnë se është për në shtëpi të moshuarve apo jo, është për në shtëpi të jetë vetëm apo jo, sepse shpesh has edhe në raporte mjekësore nga specialistët të cilët u rekomandojnë që të jetë në një institucion. Domethënë të jetë në një institucion, ju edhe vete vërejtë që kur hyt, duhet t'i biesh ziles dhe të mund të hysh brenda, domethënë nuk hapet vetë dera. Këto janë disa elemente të cilat janë çështje sigurie, sepse ka persona të cilët janë me demencë dhe dalin nuk e din ku shkojnë edhe kështu me radhë. Gjitha këto janë pjesë problemeve të thënë me të cilat ballafaqohemi edhe ne si institucione, po edhe fëmijët. Për këtë arsye, meqenëse se institucionet janë më profesioniste, sepse edhe praktika ta mëson këtë punë, mendoj që fëmijët pas konsultës me mjekët, me specialistët, duhet të për sigurinë e të moshuarve, duhet të marrin edhe vendime të tilla si që t'i dërgojnë prindërit e tyre në shtëpi të moshuarve, nëse nuk kanë mundësi të jetojnë bashkë me ata në shtëpi. Gjithmonë e them këtë. Le të flasim pak për institucionin që drejtoni, që shpesh kthehet si një shtëpi e ditë për banorët e kësaj shtëpie. Në fakt, na tregoni pak se si e kalojnë ata një ditë të zakonshme. Zakonisht, domethënë në shtëpinë tonë të moshuarve, zakonisht kemi persona cilët kanë nevojë për përkujdesje, definitivisht, nuk është se vinë persona cilët vinë për qejf, apo vinë vetëm të argëtohen, shoqërohen edhe kështu me radhë, mirë po janë persona cilët vinë dhe kanë nevojë serioze për përkujdesje. Zakonisht janë persona cilët kanë demencë apo Alzheimer, domethënë kjo si diagnozë është e para në top listë e cila kërkon domethënë përkujdesje, sepse me të vërtetë është edhe vështirë një familjar të përkujdeset, sepse kërkon 24 orë përkujdesje dhe kjo është e pamundur, gjithë apo jo duhet të vrapojmë pas punës edhe obligimeve ditore, kurse nga ana tjetër ju nuk mundeni më shumë se disa minuta të leni vetë një person me demencë. Domethënë duhet ta keni parasyve gjatë gjithë kohës. Nga ana tjetër, domethënë me të vërtetë edhe ashtu e përjetojnë ata, ashtu e përjetojmë edhe ne, se kjo është shtëpia e dytë apo shtëpia e fundit ku ata e kam pjesën e fundit të jetës së tyre, sepse vijnë persona cilët janë më të shtyrë në moshë, për shembull, më të moshuarin, e kemi pasur një grua para disa muajve, e cila ka pasur 99 vjeç, dhe dihet që për fat të keq, ashtu siç kemi lindur, rritemi, zhvillohemi, ashtu një ditë plakemi edhe vdesim, dhe për fat të keq, domethënë kjo mbetet shtëpia e fundit dhe shpesh e tyre derisa janë gjallë, dhe shpesh herë fëmijët e tyre na thrasin në telefon, mirë po kërkojnë nga ne mirë kuptim që nuk mund të vinë sepse ata i kthejnë në kujtime të shumta për prindërit e tyre.
Po flitet shumë që sëmundja më e rëndë e moshës së tyre është vetmia. A mjafton për kujdesin mjekësor dhe ushqimi që nëse mungon një bisedë apo një përqafim, çfarë i gëzon dhe çfarë i shqetëson ata më shumë? Padyshim që shpesh ndihen të vetëm, edhe kur vinë e deklarojnë këtë. Dhe sikur këtu kur vinë kënaqen, mirë po gjithmonë u mungojnë fëmijët, padyshim, apo të afërmit, sepse ka disa të cilët, domethënë nuk kanë fëmijët e tyre, mirë po kanë qenë të përkujdesur nga një mbesat apo edhe fqinjat e tyre. Ata gjithmonë kanë një farë nostalgjie për shtëpinë e tyre, qoftë bile edhe me kushte më të vjetruara apo më të këqija se sa janë këtu, kushtet të cilat mundohemi ne t'i kemi, domethënë, përveç në aspektin e dukjes interierit të mirë, domethënë edhe të jenë të sigurta për ta. Mirë po, kisha thënë që me të vërtet vetmia mund të jetë faktori cili ndikon në përkeqësimin e sëmundjes së tyre, sepse ata duan shumë kujdes, duan prezencë të rinjve, të afërmve të tyre, bile edhe këtu. Domethënë ata kënaqen nëse vetëm të njëri gjatë gjithë ditës të rish, të bisedosh, të i përsërisin dhe të i pyesin pyetje të njëjta gjatë gjithë kohës, gjë që është e pamundur domethënë në realizim, sepse gjithë e duan të njëjtin kujdes dhe proporcionalisht duhet me gjithë domethënë të kemi kujdes dhe vëmendjen të gjithëve në të njëjtën mënyrë të japim ne këtu. Mirë po, kuptohet që ndikon vetmia edhe kur janë në shtëpi, edhe nëse ende nuk janë këtu dhe nuk janë të strehuar këtu, domethënë edhe vetmia në shtëpi definitivisht ata si me thënë, indikon në shëndetin e tyre, posaçërisht edhe në atë mendor. Me qenë se edhe mjekët specialistë, posaçërisht psikiatrët dhe neurologët, gjithmonë tregojnë që më e mira për ta është të miren me diçka. Dhe ata përderisa vetëm rrinë në një institucion, shtëpi edhe kështu me radhë, domethënë dhe nuk miren me asgjë tjetër dhe nuk kanë ndonjë obligim ditor, ndonjë rutinë interesante, qoftë edhe aktivitet i lirë mes vete, me shumë njerëz, domethënë ata ndikon negativisht. Domethënë edhe si këshill kryesor edhe nga specialistët është pikërisht kjo, të miren me diçka. Ka përjashtime, domethënë në raste kur janë pak më ekstreme rezultati gjendjes e tyre shëndetësore, mirë po flasim për shumicën e rasteve cilat i kemi dhe me cilat ballafaqohemi dhe të cilat i shohim neve për çdo ditë. Por definitivisht vetmia i ndikon negativisht dhe duan kujdes shumë. Për ta mbyllur, zonja Shermine, ne dikur krenoheshim si një popull me vlera patriarkale për të moshuarit. Çfarë ndodhi rrugës? Çfarë duhet të ndryshojnë urgjentisht në mentalitetin tonë si shoqëri që të moshuarit të mos shihen si barë, por si vlerë? E dini, nga të moshuarit shpesh e ndëgjojmë kërkuam të drejta ja ku i keni. Domethënë kërkuam të drejtën edhe gruaja të punojë, edhe gruaja të zhvillohet, që padyshim pajtohem dhe jam pro. Mirë po nga ana tjetër, domethënë edhe kjo ka pasojat e veta. Më herët, më përpara, domethënë realisht në shqiptarët gjithmonë njiheshim edhe akoma njihemi në të shumtën e rasteve, domethënë si popull i cili ka një kujdes të veçantë për të moshuarit, një respekt të veçantë, te neve gjithmonë plaku apo plaka ulen në krye të vendit, gjë që nuk është, domethënë, të shumtën e rasteve në popullata tjera, domethënë nuk e kam hasur për fat të keq. Mirë po përderisa gruaja ka qenë anvise dhe është kujdesur për shtëpinë, në të njëjtën kohë është kujdesur shumë edhe për të moshuarit, dhe ajo nuk ka guxuar, domethënë më herët nga bashorti i saj, domethënë të ushtroj dhuna apo të keqpërdor, domethënë kujdesin ndaj të moshuarve. Tani kanë ndryshuar kohërat, gjithë punojnë, flas edhe për veten. Për shembull, punoj unë, punon bashorti edhe kështu me radhë, edhe në rast se keni një person të moshuar, i cili përveç moshës, pleqërisë, i është rënduar gjendja edhe me ndonjë diagnozë, domethënë e cila është e rëndë për tu për kujdesur apo do për kujdesje 24 orëshe, atëherë bëhet e pamundur. Domethënë gjithë kjo fjali domethënë bie në ujë sepse do për kujdesje. Edhe këtu i keni dy opsione, o të merrni ndonjë
grua tjetër të kujdeset apo ndonjë person tjetër të kujdeset për prindin tuaj, ose ta dërgonin në një shtëpi të moshuarve, ose fundi domethënë të leni karrierën dhe të kujdeseni për të moshuarit. Tash e lë të dëgjuesit apo shikuesit domethënë të vendosin kush domethënë si e ndjen në ndërgjegjen e vet. Mirë po sido që t'je, domethënë me qenë se kemi një përparim në shkollimin, në ndërtimin e karrierës të gratë, posaçërisht sepse më herët ashtu ka qenë zakoni, domethënë këtu veç më tani ballafaqohemi me vështirësi. Padyshim, edhe unë nuk jam, domethënë që të moshuarit të dërgohen në institucione nëse nuk kanë nevojë, mirë po e dini si, mes asaj t'i lini vetëm në shtëpi, pa përkujdesje, pa orar apo rutin për pranimin e barnave, ushqimit të rregullt edhe kështu me radhë, pa bisedë, ndonjë aktivitet zbavitës edhe kështu me radhë, domethënë nga një ranë. Dhe nga ana tjetër, të keni një mundësi si shtëpia të moshuarve t'i dërgoni aty dhe t'jenë bashkë, bëjnë aktivitete të ndryshme, vizatime, muzikoterapi, recitale, vizita nga jashtë nga fëmijët e ndryshëm, nga shkollat e ndryshme. Domethënë, padyshim që nëse nuk e kemi mundësinë të ofrojmë të parën, atëherë duhet ta sigurojmë të dytën. Sepse dhe dërgimin në shtëpitë të moshuarve nuk është që shpesh herë domethënë ka qenë tabu, më herët më shumë, tani më pak, se nëse nuk i duam i dërgojmë në shtëpitë të moshuarve. Jo, edhe në shtëpitë të moshuarve, posaçërisht në ato private si që jemi ne, domethënë paguhet. Dikush nga buxheti i vet, domethënë plus të holla përveç pensionit, paguan që prindi i tij domethënë të akomodohet në kushte më të mira, sepse në shtëpitë të moshuarve private padyshim që kushtet janë domethënë më të mira. Ka konkurrencë dhe secili mundohet që sa më mirë ta ketë të ndërtuar, domethënë edhe interierin, edhe kujdesin nga personeli edhe kështu me radhë. Për këtë arsye mendoj që nuk është që jemi humbur gjatë rrugës, por është që angazhimet, obligimet ditore e bëjnë të pamundur. Por, dua ta ndaj këtu një fakt tjetër, që për shembull dallon shumë kujdesin ndaj të moshuarve edhe te persona cilët janë të srehuar këtu, domethënë kemi të gjitha etniteteve. Kemi maqedon, bosnjak, shqiptar, serb, turq, edhe kështu me radhë. Domethënë, të gjithë është ajo. Kur vinë shqiptarët për shembull në vizitë prindërit e tyre, ata do të sjellin lëngje, pemë, jo vetëm për prindin e tyre, për të gjithë të moshuarit të cilët qëndrojnë këtu. Domethënë për 33 persona ata do të sjellin ushqim dhe pije, çka do që kanë sjell për prindin e tyre, ata do të sjellin për tjerat. Që nuk është etnitete tjera ose rrallë, ndodh rrallë, atë tanë gjithmonë është ashtu, domethënë gjithmonë e njëjta është. Për këtë arsye mendoj që nuk është se na është mërzitur respekti, nuk është se është zbehur respekti apo kujdesi ndaj të moshuarve, po mendoj që më tepër vrapimi pas karrierës, që gjithashtu është legjitime dhe e drejtë e secilit apo jo, edhe gra domethënë gjithsesi ndër vite kanë dashur edhe dëshirojnë të ndërtojnë karrierat e tyre, e pamundson domethënë kujdesin, por respekti, fjalët e bukura, fjalët e buta, fjalët e mira, domethënë nuk janë zbehur, të jeni të sigurt. Këtë shoh nga shembujt çdo ditë me të cilat domethënë takohem, ballafaqohem edhe kështu me radhë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë edhe për juve për vizitën.